Trabzonspori do të luajë përballë Gençler Birliği në kuadër të javës së fundit të Superligës turke, ndeshje që do të nisë në orën 19. Për këtë përballje, skuadra e drejtuar nga Fatih Teke do t'i duhet të bëjë pa Ernest Muçin, i cili nuk do të jetë i gatshëm për këtë sfidë për shkak të plotësimit të numrit të kartonëve. Sulmuesi shqiptar u ndëshkua me të verdhë në minutën e 75 të lojës, ndeshjen e fundit të fituar në kampionat përballë Beshiktasit. Kujtojmë se një ditë më parë, Muçi u ble përfundimisht nga klubi nga Trabzoni, pasi drejtuesit ekzekutuan dhe të drejtën për të marrë plotësisht shërbimet e lojtarit, pak ditë larg afatit të fundit që përkon me datën 22 maj. Mbetet për t'u hedhur vetëm firma mbi kontratë dhe zyrtarizimi i marrëveshjes mes palëve përmes një komunikate nga ana e klubit. Ernest Muçi tashmë e di se ku do të vazhdojë ardhmja e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të vazhdojë të luajë me ekipin e Trabzonspor, pasi media turke bëjnë të ditur se klubi i tij ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të futbollistit nga Beshiktashi, që e kishte dhënë në huazim. Trabzonspori kishte kohë deri më 20 maj për të vendosur, por ka përshpejtuar gjithçka, duke arritur në përfundimin se Muçi është një futbollist i cili nevojitet me do e mos për të arritur objektivat rëndësishëm. Kësaj, ka planuar që të paguajë 8.5 milion eurot në 5 këste që kërkonte Beshiktashi për futbollistin, duke i njoftuar zyrtarisht. Në këtë mënyrë, duke shtuar edhe shifrën prej 1 milion eurosh që Trabzonspor ka paguar për huazimin e Muçit, ai bëhet futbollisti më i shtrenjtë që ka bler ndonjëherë ky klub në historinë e tij, duke vendosur një rekord të ri për të. Muçi do të përfitojë një pagë rekord, pikërisht 3.5 milion euro. Kontrata ndërkohë vlen deri në vitin 2029. Me sfushori me tipare sulmuese, do të bëhet kështu më i paguari i kombëtares shqiptare. 25 vjeçari ka shkëlqyer në këtë edicion si i huazuar, madje duke u bërë lojtari që po e shtyn Trabzoni drejt fitimit të Kupës së Turqisë. Me 15 gola të shënuar dhe 9 të tjerë të asistuar në 34 paraqitje, Muçi kaloi çdo pritshmëri. Besimi kryesor tek ai është pikërisht nga trajneri Fatih Teke. Me 9.5 milion euro të shpenzuara për to në total, pasi 1 milion kustoi huazimi, Muçi bëhet edhe investimi më i shtrenjtë tek Trabzonspori. Kështu edhe shkruan historinë me klubin turk.